më i mirë i shpallur për disa vite, besoj, në Superligën e Kosovës në futboll, dhe askush nuk e konceson një gjë të tillë. E ka publikuar lajmin për një dënim. Fillimisht, jo për disa vite, por nëse je gazetar i sportit, duhet ta dish edhe historikun e tonë gjyqtore. Unë jam i shpollur 7 herë gjyqtori më i mirë. Po nuk është që shën pesh numri shumë, unë e thash disa herë. Je gazetar i sportit, dhe është mirë kur një gjyqtar si unë, që është gjyqtari i parë i Kosovës në FIFA, duhet spaku me ditë se sa herë jam gjyqtari më i mirë në Kosovë, masi je gazetar dhe ki informacione të shumta. Fillimisht, faleminderit që më kysh në emision. Unë si gjyqtar i futbollit në Republikën e Kosovës edhe si gjyqtar i FIFA-s nuk kam të drejtë të kysh në emisione live, por çast shumë është bërë kjo punë. Ky lojmi yt çast shumë është banalizu, edhe është duke u banalizu ende, so që e mora riskun që edhe të denuhem për inkuadrimin tim live, vetëm ta pasqyroj të vërtetën. Edhe e vërteta është kështu, vetëm ju lut mos më ndërprej. Ju kisha lut mos më ndërprej, se unë jam me telefon, ju jeni në studio, edhe du mi përshëndet të gjithë ata që janë në studio, janë shumë të respektuar nga ona ime të pestit. Edhe besoj që nifemi me të gjithë, edhe e din të gjithë ata që janë në studio, kush është Gens Tuzo. Fillimisht, lojmi që e ke plasu është shumë i pavërtet. Pse është i pavërtet? Se nëse një lajm plasuhet, duhet të plasuhet veç mos më trego argumenteve. Jo, mos hytë më tregu mu çka me plasu çka jo. Trego ma situatën çka kanë ndodhur, për lajmin unë më përgjithësinë. Nuk jam këtu para profesorit gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, më tregu mu çka më bë. Nëse s'm dhe vetëm trego ma situatën, për lajmin unë më përgjithësinë. Po ta tregoj që ti ke bush keli, apo kupton? Nuk e ke përcjell etikën gazetareske. Se ke plasu vendimin, nëse thirrën vendim, atëherë u duhet me plasu vendimit. Nëse thirrën që unë i kom shojt, zyrtarët e STÇ Gjilonit u duhet me qit fakte që i kom shojtun ata. Apo kupton? E para, e dyta atë, nëse gjyqtarët nuk publikuan vendimet e gjyqtarëve për dënimet e tyre. Vendimet e gjyqtarëve nuk publikuan kur ata bëjnë gabime profesionale, si për shembull e bëjnë një gabim të penaltis ose një gabim të një kartonit të kush në gjatë ndeshjes. Por nëse ka fyrje disiplinore, si këtë rast që unë pretendoni ju që unë i kam fyr, atëherë mirët komisioni disiplinor direkt. Se kjo i bjen. Ata bëjnë vetëm një pyetje Gens? A jeni ndjeni që Gjiloni ka bërë ankesë për ty? Po nuk është me rëndësi, apo kupton? Po ç'është me rëndësi jo Gens? Me rëndësi është ti duhet të argumentu. Nëse plason një lajm ti duhet të argumentu. Unë kam thënë që ti s'është me rëndësi kur një klub i Superligës ka bërë ankesë në sjelljet e tuaja ndaj tyre. Ka po deklarata të policisë këtë rast, o Gens. Ata duhet me dëshmu, Po e kanë dëshmu edhe policia në këtë rast, o Gens. Po nuk je informuar, po vjen keq. O ti Dorek, unë nuk jam pi atyre. Unë nuk jam pi atyre që konfliktuara me gazetar. Unë kam respekt për punën e juaj. Mos e merr personale asgjë. Kam shumë respekt për punën e juaj. Po mas pore është një rregull gazetaresk se pejti e ka marrë shumë mediatira ka plasu. Komisioni disiplinor i Federatës nuk e ka bërë asnjë dënim kundër meje. Nëse është kështu, ku e din ti ajo më smut as jam smut? Ku e din ti ajo më kundër një klasë më në peru këtë gjëra? Ku e din? A ki letër? Nëse e ki letrën, dëshmoje edhe okay. Nëse s'e ki letrën, kom kontaktu, ki mu pa ditë. Mo e men që më thot. Shimit e palotit drejtësisë. Nuk ka problem fare për këtë pjesë. Unë ishte ndaj prova lajmit që më publiku. Unë e publikisht për zemë. Ti e din shumë mirë që unë jam gjyqtari i parë në futbollin e Kosovës që konfliktu një padi kundër një trajneri. Gjyqtari i parë që konfliktu një padi kundër një trajneri. Kështu që kom u bua 5 gjyqtari i parë që kom fitu një padi kundër një gazetari. Me qëto argumente që ti po i plasën. Nëse ki drejt, pse jo? Nëse ki drejt, pse jo? Jo, në qoftë se unë të kam thirrë me bëu ti të rrjekje ndaj lojmit që e ke bua, po kupton? Në qoftë se bën foljen publike, atëherë shihemi ku është vendi. Shihemi zoti Nuza, unë i kam burimet e mia, i kam faktet e mia, i kam video. Vetëm një moment, tash ta përfundoj. O Gens, nuk po du më i personale, kuptoje?
I kam videot e sjelljeve tuja në parkingin. I kam videot e sjelljeve tuja në momentin kur ta kanë sjell ushimin pas ndeshjes. Dhunusi në këtë rast, dhunusi u bo viktim, viktima u bo dhunus në këtë rast. Apo kupton? Genc. Sa aty ka ndaj gabim profesional gjatë luajtjes. A ka ndaj gabim profesional gjatë luajtjes. Edhe në këtë rast, mes javë, përveç analizave që i bën Federata, mes javë asnjë analizë ka qenë se kam qenë referimi për dheqe në të gjitha ndeshjet. Jo, po këtë është e vërtet, nuk është e vërtet. Analiza ka qenë dhe është bërë nga Petit Hodri bashkë me këtë gjirën e 12. E ka me shku, nëse ty ka i... Për ndeshën Gjiloni Dugazhini, o zotëri. Për ndeshën Gjiloni Dugazhini, apo Genc, veç një moment, Genc. Nuk po dume zot më shumë. Dush mi ndo sen, në të Genc. Ama ke nuk është bërë ankese jote e Gjilonit për referimin, për sjelljet e tua pas ndeshjes. Kuptoj se a ki foktë o zotëni, a ki foktë që i kom shojtën e? Po më janë videot, janë videot o Genc. Po që ti më rënë videot, a i gazetar, qas për qëtë? Po unë e di kur i qes, unë e di kur i qes. Jo, që ne di se kimi qimë gjyq, bro, apo kupton, gjyq kimi qimë gjykot. Po më rësh, pa pikë problemi, unë po të them. Unë po të them, i kam videot e sjelljes tënde në momentin. Jeni të bo fushot kundër gjyqtarëve, jo veç kundër meje, kundër krejt gjyqtarëve, apo kupton? Jeni të bo fushot kundër gjyqtarëve. Duhet me na lujë me kry punën se referimi o problem global, nuk o problem veç Kosovë, apo kupton? O Genc, që Genc, që videoja sjelljes tënde Genc, apo më shikon? Unë them qeni ti qeni, publikoj çfarë video, çfarë provokime kom bune. Po kjo është... Që në telefon e kom më Genc, po... O, qa është ajo, unë jam të hymë kjerë policisë, ato e kom po unë ato. Tash i paske po, tash paska të më thunë. Tash paska, dhe ma erë nuk pas, tash paska. Vetë fakti që policia nga ka përcil deri në ndonjë qytetit e tregon tensionin që e kam bu persona në fjollë. Ju falimderej që ma japët hapësinën edhe suksese dhe shëndet. Zoti Nuza, nëse kemi, vetëm du t'i them që personal nuk ka asgjë, videot i kemi. Tu jam unë nuk po iki. Vetëm se ju falenderoj, unë nuk kam çka më shtu mua. Jo, unë tash kam më shtu, besoj se dëgjova pak, dërhyra po dëgjova, pjesë më të madhe dëgjova. Kastumin i cili është njëri prej gjyqtarëve më të mirë që ka pasur Kosova. Në asnjë moment nuk e kemi kontestuar që nuk je gjyqtari më i mirë 7 herë i shpallur. Në asnjë moment nuk kemi thënë që nuk je gjyqtari. O Genc, apo më janë me fol tash ajo. Vetëm edhe një sekond. Në çfarë po? Vazhdo. Ne kemi plasuar një lajm që unë kam fy disa zyrtar të klubit, që nuk është. Po, i ke fy. I ke fy Genc. Çka i ke thënë zyrtari i klubit? Genc, ata bëjnë një pyetje, është një pyetje apo më përgjigjesh sinqerisht? Urna? Në momentin kur të sjell ushqimi pas ndeshjes, çfarë ju ke thonë drejtuesve të Gjilonit? Këtë ushqim, këtë picë, nuk e dua dërgonja atyre që na i kanë shoh fëmijët, gratë dhe familjen. Çika shkuat? Janë videot me zë. Që dëshmojnë të tjetrën situatë. Kështu që unë nuk... Atyre që na i shohin njëve gratë edhe fëmijët gjatë gjithë kampionatit. Na kemi, jo vetëm kësi rosë, po kemi shumë rosë që na i shohin fëmijët edhe gratë. O Genc, kërkush nuk pojnë bërun ata. Kërkush nuk pojnë bërun ata. Faleminderit kalon. Kërkush nuk pojnë bërun ata. Që i ke, tash do t'ja dërgoj Florianin vetëm një video, dhe ti do t'a shosh nga shtëpia atë se çfarë unë po them.